Një postim e keni postuar është pak më i gjatë, ama ç'kjo ka funin pëlqej, ç'kit ka funin ndoshta me komentu. Nuk kam ndërmend të merrem me shpifje dhe sulmet personale që nuk kanë peshë e argument. Vërtetësinë e tyre ja lë Zotit në ditën e gjykimit, ndërsa fjalët dhe veprat tona do t'i vlerësojnë më së miri banorët e Çajirit në ditën e votimit. Më pëlqej çka ai, ja lë Zotit. Edhe njohë neti nuk mirë shumë me fjalë vullgare, me se jo, kështu jo, ashtu. Edhe nuk përlahësh me njerëz. Por realisht jo, nuk përlana. Ata që më njohin, ata që ma din personalitetin dhe karakterin e din, po dikush nuk po e din, ose nga njerë qëllimisht po provokon. Unë kur u kyqa në politik prap me thonë të drejtën, ma përcodën një shkres që kështë e bo dikush, nuk është me rëndësi në kuptimin e angazhimit tëm, në kuptimin e ndoshta mënyrës se si po pozicionohem, çfarë do të bëjnë të ardhmen, e kështu me radhë. Unë e shfrytëzova çat moment për me bon një sqarim, se jo në fundit mi dhon përgjigje dikujt, se s'kam as ndërmend me faktorizu dikan, por merr mirë që u bos sebeb, unë mi thonë çato fjalë që i thash, dhe nëse ki dikun ma vonë, kam thonë që kjo do tjetë postime mi parë. Po, edhe i fundit lidhem me këtij sqarimi, se kam ndërmend tash çdo herë kur dikush flet për mua, unë tash t'ja kthej, se kam atë. Po aty e përdora këtë argument që nuk do të mirem me ta. Që do t'ja lë Zotit për me gjyku mes realitetit kush jemi na dhe fjalëve që i thojnë ata. Se realisht jam qenë i vetëdijshëm edhe për këto, kur kam hyrë kësaj pune, kam ditë që dikujt s'ka më pëlqy. Që dikush ka me shtu diçka, që dikush ka me shpiv diçka, që dikush ka me thonë diçka krejt pa qenë, që ki mu habit edhe vetë, se prej nga po të thëmë, por unë jam qenë i vetëdijshëm, unë e thamë shpesh, pa dasht me bo krahasim, sepse unë jam larg nga i dërgumi i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, na jemi krejt larg ti, por kur atina i kanë thonë, kur to kanë shpiv, kur ato kanë shtu, kush jemi na, në fundit, edhe prandaj e bona kës sqarim. Se ata që na njohin e din kush jemi, po ata që nuk na njohin pastaj bojnë fjalë shtesë. Edhe thash që nuk do të mirën, po gjithçka mbetet e Zotit, ndërsa e fundit banorët e lagjës apo qytetarët rëndëmt ka me na vlerësu në bazë të paraqitjeve tona, në bazë të projekteve tona, se kujt do të m'ia dhon votën me 19 tetor. Vërtet, nëse dikush mendon që Muhamedi nuk e meriton, atëherë s'ka nevojë me ia dhon, por unë mendoj që nëse dikush e vlerëson se Muhamedi, i Zeti që jemi bashkë në këtë rast e meriton votën e tyre, atëherë besoj që do të na japin.